lideri I ndis Mahatma Gandhi ka njëna pi fjalëve më të mira, ose si mas meje, më e mira është, thot fillimisht kanë me të përqesh, pastaj kanë me të injoru, edhe krejt në fund kanë me të marrë seriozisht. Të ftu me kemi në studio këngëtarin Labinot Tahiri, I cili sigurisht ka kaluar për këto ecejake. Lab, mirë se erdhe. E diskutuam edhe para emisionit, pra edhe Ekspresi ka pas kohën ndoshta u tallë me ty. Mirë, po tash po të marrim seriozisht, po të marrim shumë seriozisht. Respekt. Preteksti që je I ftuar në komitet sonte është për shkak të një aktiviteti dendën t'juajin në fushën e bamirësisë. I fundit ishte grumbullimi 200.000 euro për një voglush. Sigurisht nuk janë ato gjitha lek tuja, mirë po është iniciativa jote. Faleminderit që erdhe një herë. Si erdhi deri ky ose kjo ide ose kjo vullnet yti për çështje humanitare? Po realisht çdo shkrim që bëj ose çdo kund që dal, unë them nuk mund të jem pjesë e kësaj shoqërie që jemi në Kosovë dhe gjithandaj shqiptar, duke mos qenë unë human të pas parasysh që jetoj me një këmbë I cili duhet të themi të gjithë që shqiptari jo human nuk na shkon fort për fytyrë. Ne jemi popull bujar dhe u dëshmu në shumë raste, jo vetëm në rastet e mia, po ndoshta edhe ky rast I fundit I ka dhënë vulje, që brenda 48 ore shumë shpejt të bëhen 200.000 euro. Ndoshta edhe më shumë, por unë kam ndërprej deri aty që të presim deri ditën e premte me këshirë tamam statistikat se sa e mba. Dhanat, po mënej. Dhanat që është si që dim. Po, shembull rasti e ka hap konto numrin prindi I tij. Si quaj ideali edhe? Besim Kurtulli. Besim Kurtulli. Po. Okay. E kanë hap konto numrin, por si më thonë në popullosh ka shkruar si pak ngadalë zhak që I thojmë puna. Dhe më kanë shkruar tanko në faqen time, edhe në Facebook, më thonë drejtën shumë e madhe 250.000 euro, një shumë që vetë kërkosh s'mund me arrit. Jo. Miliona me pas s'mund, ose është e drejt dikush marrë gjunë në atë shkallë. Edhe tu me ndu e shova shkrimin, por pasi ma dha bekimin prindi ti që unë ta marrë iniciativën, konto numërin pasi që ka qelaj, prindi, dhe më thonë e publikoj konto numërin e ti. Njerëzit që dojnë në mënyrë shumë të shpejt, I qojnë investorën janë. Dhe unë I caktoj personat. Janë Jetmir Tahiri, Nazif Hoxha edhe vllai Milo Tahiri që kanë përgjegjësi. Do thotë, kur ata janë përgjegjës, jam edhe unë përgjegjës. Okay. Edhe unë kam punën vetëm të postimeve edhe të lobimit që keni pa të në kohën që ju bëj. Kjo formë shkon. Kur të hekën parat për investor unionit dhe MoneyGram që I çojnë njerëzit për këtë botës ka janë shqiptar, ato parat çdo emër e publikoj pastaj në faqen time dhe ato shkojnë konton e çdo personi që është në kësaj raste. Shkon nëpërmjet thirrjeve që I bën në Facebook apo ka telefonata apo diçka? Po, telefonat është numri, është Jetmir Tahiri shembull, Nazif Hoxha, vllai, numri I hapën është. Sepse unë tankon nuk më janë edhe me punë të mia. E kryesisht ndihma vjen pi diasporës më shumë? Po, sigurisht. Mas shumë ti. S'ka diskutim me apo. Diaspora ka qenë edhe është për çdo gjë që ka të bëjë me ne, me shqiptarët. Qysh për 48 orë u banën 200.000 euro? 200, më shumë janë bë. Ma shumë janë bë. Shumë që ka dhënë person më shumë të prej këtyre. Vetëm 2 persona ka dhënë 15.000 franka, janë në Zvicër. Por secili ka 15.000. Po, unë nuk I pranoj parat pa emra, por vetëm inicialet që më janë lutmës më javë tregu emrin. Pse ata e kanë bë, se shumë e vërtet, nëse shembull tash Berati jep para, janë bë shumë raste dhe pastaj me një farformë me lodhët edhe Berati. Shndrohet në adresë, pastaj kërkojnë vazhdimisht shtëpi. Po, gjë që ndodh te unë te shtëpia, po në di me si më thon me trasu këto me zgjedh këto raste. Unë e këshyr vetëm është rastiron shumë. Nëse s'është rastiron, se marr shembull guximin me dalë. Me lobu. Rastiron kuptimin financat mëdha. Po, financat mëdha dhe rasti I këtij fëmijës. Po. Edhe tash lojmi I fundit është që ata familja është pajis me viza dhe këta pritet me udhëtu për deshtan për pak me thon po. Janë pajis me vizë dhe ata udhtojnë, por ka qenë puna dhe e deponimit afër 50.000 euro mas pare atje në spital, pastaj me shku. Për çfarë vun fëmia? Veshkët. Veshkët. Po, tash ka shku edhe në Melqi të prek. Okej. E kam bërë transplant I veshkëve? Po, kështu diçka. Aha. Është atë shkrimi më saksisht. Po folim për rastin e fundit, po ndoshta kishte mirë edhe interes për shikues me fol për rastin e parë. Kur ja nisët ju më marrë me këtë çështje, pse fillu prej këngëtarit
të muzikës popullore me aktivitete bamirësie? Sigurisht ne këto në këtë sofër të Ekspresit. Tavolin jemi gjeneratat reja dhe ndoshta nuk mund t'ja dim historinë së cilët. Puna është këto e kam bo matjone, shumë kohë matë. Nuk kemi pas Facebook këtu në Kosovë, kur unë kom kontribu për Shkodër gjatë vërshimeve që i keni në YouTube një qizimin, që kam dërgu 10.000 euro. Të në kohën, gjithherë. Dhe thash me herët që se cili prej neve nga pak bëjmë humanizëm. Por duke u adresu njerëzit më shumë të Labinot Tahiri, kjo punë si kur të futesh në baltë të gjallë, si thujmë, në lësë gjallë, nuk mundesh më të rikë, është shumë e rëndë. Se s'mundesh me më mshel telefonat njerëzve, s'mundesh me anashkalu rastet e tilla. Humanizmin e shmej shumë, sepse natë Bajrami para 20 viteve, kur e kam dëbu babën tem prej punës në vitet 90, tregti ka punu, kemi shku duke shiku jetën me shumë vështërsi, deri do thot pas luftës. Unë personalisht, si me e qujtë, po thëmë kolica, ose dhe shumë njerëz, ka qenë indjeri Zëri Varoshi në rrugë Pleshinës, që ka shpërnda ushqime në atë kohë. Do më thonë, unë jam person që jam me njës për njës të kalum që kanë ba mirë. Dhe e kam marrë si mësim që kështu do të vazhdojnë gjithë. Ai person ka lëshu edhe shtëpinë e tij për shkolla, për festat kombëtare ilegalisht në atë kohë. E din komplet popullata Ferizajt. Por edhe prindi im ka ba mirë, dhe mendoj që çdo prind joni ka ba mirë. Por ka ndiku fakti që ju keni kalu një fëmijëri të vështirë dhe në fukarallak. Dhe në çfarë kohë keni shit cigare? Dhe në 97. Dhe në 97. Po jo ashtu shumë, po kam punu dhe në pazare. Edhe në pazar kam punu me kolicë, kështu ato zoja që kanë qenë këty njëherë, me bajt ato for speca dolman që ka i kanë pasat. Ka pak edhe të knu, do më thonë... A me knu po gjithë. Po gjithë kam knu. Gjithë pe fëmërisën. Po më nëjë babën këngëtare kam pas, është veteran i ansamblit Kastriotët. Ka shfaq koncerte në përmasa matmajse sa unë e sot. A e ninën çmum në atë kohë kur ke punu si bartë, si... Po t'i gjej një në shmonë, sëtë do të kësha përmen. Shumë krenar jam për atë kohë. Jo po më nejtë për tjerëve, për njerëzve. Njerëzit. Po zakonisht ka njerëz që në shmojnë edhe sëtë edhe në atë kohë, edhe kur dush, po e tha një hyrin kër e banet emisionet dhe s'kam shka shtoj më shumë. Gjithë kush kuptohet që atë e bo punën me zemër apo me interese këtë adion. Unë e kam bo me shumë zemër në atë kohë dhe kom përparu. Pasaj kom emigru në Gjermani. Si i ri, pak para se me fillu lufta, faktikisht. Në rast, nëse s'ga bëjnë dreniz vetëm pa të fillu. Dhe atje kam punu edhe në për si boshtella që A ka do si fëmi mu piklu për faktin që po kalon një jetë atë shtirë, po, edhe... Unë po e arsitoj edhe gjeneratën e sotit, me kohën time, me vitet e mija në atë kohë, nuk e dim talë më shka në pret. Edhe realisht, kam qenë shkollë të mesme, po jam dini një farë forme, po nuk e kujtoj shumë se si jam dini atë kohë, sepse e di që vetëm të njetën kom punu. Po thonë që kemu bërë Labinot Tahiri sot që asnjëherë. Asna në hidajet që më ka lindë në këtë botë e baba Islam se kanë ditë kur ata. Vetëm e kanë ditë që në tonë kohën kom kënu pa ta fillu gitarës me i ra. Ferizaj e ka një tradit gitarëve? Po shumë gitarista. Ka muzikë që janë të mirë shumë. Pyti leva, po këthejme edhe njëherë të bamirësia. Tash Facebookin i me, mujna me full para dhe pas Facebookit. Me nda epokën. Cili ka qenë rasti ma i zërshëm për ty gjatë kësaj kohë për me mbledh mjete financiare për dikan? Edhe a i takon këta kur shërohen, a vinë dikush, a harrojnë shqiptarët më arë më të thonë... Apo të thojnë faleminderit? Apo të thojnë... Ka që harrojnë. A ka që harrojnë, ka pa? Po, ka që janë mirë njësë shumë. Po, për mësë me harru ata duhet edhe njëherë mjë shkaktu rastin zoti. Pastaj së harrojnë. Në njëri që veç njëherë thejet një gotë harrojnë, po kër janë njësë 2 e 3, atër së mundë me harru që jënë thuj gota po e zajmë. Edhe kjo puna e atyre persona janë do me njës dë jo, ka kësi raste që i bojnë me shumë intriga, që këshyrë me përfitu, po me mos shans nuk ka, ja.
Son shkoj në shtëpi, ke po? Shkoj e këshyri fëmijë, shkoj e këshyri gjendrin. Tani e bëj një analizë vesën këshi, pastaj e bëj një analizë mirë se sa ka nevojë që ky, ose akoma të rënë se që ky në qëtë lagje. Shembull, më falë që po e them, mundet më thirr Berati për familjen e tij shembull. Ose që Labinoti, po do të më ardhi dikush me këshyr, me vetë saktësisht. Pse? Se nëse unë kam një rast në familje ose në fëmijë, unë si mos dal në këshi me kërkuën, atëherë i bjen që është rast vetëm me përfitim. A nëse flasin komplet lagje, që ka nevojë dhe ka rastin që shtu, atëherë bindë. E qysh i bëhet, sa i punë tash te Grandi dhe sa erdha këtu, prapë kërkohej ndihmë për Liridonin ka Evalia, më duket nga leukemia. 3 javë është ai rast, më kanë shkruar. Kanë shkruar edhe për këto kanë kërkuar ndihmë. Ti je shndruar një farë ministri paralel i shëndetësisë. S'kisha me thonë. Po ma shumë boraz me kërkesën dhe ministrisë, vinë me kërkesën dhe Unë kam 6.000 mesazhe kam në fanpage që kërkoj njerëzit. 6.000? 6.000 mesazhe. Çdo gjë, unë i këshyri çdo koment, çdo gjë. Edhe 2-3.000 komente që bani këshyri ton kohën për me kuptu realitetin njerëzve janë të shkruar sinqerisht apo ka lloj si fal gjëra të tjera. Ajo për Liridon ajo për Liridonën që 3 javë, po rastin e ka marrë tjetër kush. Tash nëse më përzija atë se i bën, nëse përzina vi bën gjën, po du më tregu me marr Berakin, nëse se bëj atë punë. E momentin që shoh që kërkush s'e me rastin, do të më dalë për dikush. Ndarsen pa flamur shkot. A kina evidencë, të kena po shpesh edhe të ndërtu shtëpia. Shumë, a kina evidencë sa shtëpia e ki marru, sa njerëz ju ki ndihmu gjatë kësaj periudhe? Mbi 10 shtëpia kam ndërm, mos tam është të qindrës, është rrema ja. Kushtat, po mbi 10 po kam ndërtuar. Po shembull që po e zonë tash një rast është në Kaçanik, një ushtarit të OCK-s, që unë kam shumë respekt për ata persona, i kam premtuar që brenda shtëpisë do t'ja përfundoj për lirje. Edhe ajo shtëpi nuk mund të llogaritë që është ndërtuar pe labit. Po bashkarisht e kemi çudin kolëm. E kësaj raste për secili nga pak ka më shumë shtëpia. Apo? Po kështu si person unë ndoshta mbi 10 i kam ndërtuar. E pe fëmijëve ose pe rase, cili ka qenë për ty më i prekshëm që sigurisht lidhesh emocionalisht edhe me rastet edhe me rastin për zotin rastin më i rënd ka qenë Jeni Mahallës i Ferizajt. Jeni Mahalla i cili me biciklet është rrëzu dhe ka qenë në Turki në Koma dhe në Prishtinë. Edhe ati ja kemi mbledh për 2 ditë 70 euro. Për 2 ditë 70? Për 2 ditë, po 70 euro. Të thotë Ferizaj, familja Mahalla është familje shumë e çmuar dhe ja ka kontribuar. Për gjithë shqiptarët, unë vetë personalisht më kanë nxënës në shtëpiat e tyre, shkollë të mesme, dhe ai rast ka qenë edhe është akoma në shtëpi tash është për momentin, ai ka problem me kokë. Me kokë. Është lëndueshëm. Ai rast i rënd shumë. Po duket se pak më mirë ka bërë djali. Edhe ky rast që është i rënd. Ky fundi. Po, ky ka të bëjë me veshk, por atë mendoj që kjo është në gjendje të mi ky din, apo kupton. Unë mendoj derisa njëri nuk din që ka hup ose po më vedin, mendoj që rast më i rënd. E sa është sigurisht marrë edhe shënimin është për këtë, sa është numri total? Për disa muaj, për disa. Numri total i mjetëve që i ki grumbullu kohëve të fundit, pra sa mund? Ashtu s'kam llogarit. Ka janë 500.000 euro mbi 1 milion. Mbi 1 milion, totali? Po, totali. A ka raste kur dikush dën me përfitu dhe qysh e identifikon a është person që ka nevojë apo mashtrues? Rasti shumë po e zojmë tash besimi me shku në Gjermani. Unë këto do të thotë se bëj. Nëse shkon besimi në Gjermani edhe familja nuk ju thot popullatës që ndërpreni, mos dërgoni para. Ne vazhdojmë edhe pse që jemi bërë 250.000, shkojmë të marrë 300-400.000 euro pa e ndërprej këtë aksion. Dhe faktikisht përfiton familja. Ajo gjë nuk bën më bë. Momentin të une, i thamë, më lëshon një prefaktur, ta di për spitalit. Ta në llogarit, një 5.000 euro i vynë shpenzime atje, jo biletat, ku ta di janë. Edhe ato pare që të projnë, ne tash më herët e marrim një rast tjetër. Po ka raste që përfitojnë për këti në rastë. Po ka raste. Halo ka raste që shemë, ndoshta para 2 vjetë u krya e punë, ata e kanë lënë hapër kantonumrin, e kanë lënë hapër
publikimin e aksionit. Do më thonë, nuk e kryin ato falemderit se u kry. Si koron që thash, mos dërgoni para ditë prapë, se u kry puna. Ose shumë raste ka pas për atë familjen Dibranin Hevali, brenda 24 orës ju bë banesa, gjatë pak para vitit 30 vit. Thash para të burë dhe mshilet aksioni. E mshil me konto numrin. Qështu do këshpallë në Streza Shenjtresh, një humanisë shqiptar? Respekt, shumë mirë. Imazh i mirë për popullin shqiptar, dhe pse për momentin, nështë edhe në Shqipëni, edhe këto e kemi pak një derisa na japin sugjerime ndërkombëtar që jo jeni kështu, tunelon këshilla shumë. Është çudi që kena mujt me mbjetu, ose ata me mostaqe stërgjyshit tanë që kanë mujt me marrë tanë një lagje pa këshilla ndërkombëtarëve. Dhe realisht tash u ndreq pak imazhi i shqiptarëve. Gjithandaj edhe është për të krenu. Lab, ka shumë njerëz që dyshojnë sinqeritetin tonë. Domethënë e kena pa me komente. Cili është komenti yt për këtë ata njerëz që dyshojnë në sinqeritet, po edhe në aksione që zhvillohen? Po. Për ato e ceka punën e Shkodrës, që kam dërgu para në atë kohë, me qytetarët, më thotë, i kam marrë 4 koncerte, edhe një pjesë të parave i kam hedhën. Tash për me Facebook ndoshta është pak gënjeshtër, po shihen senet më reale, po unë kisha më thonë atyre, për momentin ata nëse e mendojnë që është vetëm kamuflazh kjo punë, do të vazhdojnë në ta marrin për rastin si besimi. Unë e lirona burr. Unë tërhisnë për asaj se nëse mendojnë që jam të bë për reklama ose për politikë. Kryesisht vërejtjet janë se ju po e shfrytëzoni fatkeqësinë e tjerëve për me kriju famë për veten ose kapital politik për të ardhmen. Ndër për këtë pyetje shumë e vend, po më thuj mu miku jam fëmija i labinotit aty në pediatri ose në ku është leukemia, 3 javë ditë, 4 javë ditë me i prit parët për me që jashtë vendit më shëruan, e nuk është të shërua aty. A është ajo për famë nëse ti ose beratës dikush tjetër me shku me nxerë për aty dhe me qu dikon tjetër? A është famë me lotë trunin të me nejtë në fanpage ose mos më knaqë me familje për momentin deri sa ta kryo aksionin? A është famë shembull kur unë çdo cent e publikoj transparent? A është ma famë për humanizëm apo si Levno Tahiri që jam këngëtar që 15 vjen s'kem? Realisht kanë si me thonë, janë të lejuar për me dyshuan, po të unë s'ka vend për dyshime. Çdo gjë kam e shkuan, që kam u vërtetu që unë çdo gjë që të marrë me seriozitet dhe e marrë për të mirën e njerëzve, e marrë për të mirën e vendit tem. So nuk mendoj që ka këngëtar të stradës që mund me jetu më mirë sone. Po kemi me fol për stradë. Mirë, po do më thonë atë aspektin. Do është edhe e din shumica që i mbushi sallat, kaloj mirë, e gëzë një respekt tjerë zakonshëm për i këtë edhe për i kolegëve, po normalisht të i respektuar për para ata, edhe e kam më mirë me qenë si këngëtar të një jetën. A ka ndonjë prej tyre që të ndihmon këto aktivitet, që është si përfshim që e din? Janë shumë pak, 4 persone në kretë. Është ndërë mi përmen, mëse? Jo, është ndërë, vërtet. Ata e din, po nuk duhen e... Medën e kina po në Po mirë, meda po, pa dyshim. Edhe Goldi më kanë ndihmu se në mirë, po tjertë ndihmojnë në forma ndryshme. Thash me herët që nuk ka një shqiptar që është human, dhe ata ndihmojnë. Në marrën shtëpia, dikush nuk do me dalë publik, po rastet 250.000 euro, unë s'mimi më shef burë. Si janë të popullit. Apo konë të mirë, të s'kam nevoj me llogari. Familje të veta. Familje të veta. Po familje pa tjetër, dhe të minimu, po rasteve tjera. Një pyetje. Po du më lidhë me ata që mbrami humanitare kanë marrë pjesë shumë. Po, se përket me, e din ata, dhe nuk mund, kush do të qofë, nuk mundet me thonë që i këna animu labit. Së më kanë animu. Po, besoj që në tarmën kanë animu. Një pyetje, pra mënyra që është përshkën tash është kogja kështu frontalisht ju ke qasë, me Facebook edhe mënyra pak ma jo të sofistikume, pra a kina i plan që kjo çështje mu bo pak mënyrë më të organizume, pra jo fushata ndodhe një rast edhe mu që për 24 orë që është edhe energji e madhe, a ki, a përdin, qysh... Do të bëhet një fondacion. Po.
fondacionin shembull me emrin tim Lebanon Tahiri, që kanë kërkuar njerëzit tash. Po mund të bëhet në emër tjetër. Që ti e kemi buxhet edhe ndështë në ta bëjmë me një farë, si më thon, me vota se me peticione se me nënshkrime, edhe më jalone herojit të vend emrin e çati shembull me nejt ai fond humanitar, po du me bë si shembull sikur Franca që ka jashta buxhetit të qeverisë ka 2 miliard euro buxhetin humanitar. Ai buxhet krijohet prej qytetarëve, edhe jetë për Francën tani jetën. Edhe kështu 10 minutë nesër ai fond do të më ekzistojë, siç është ai Nën Terezë, plot të tjerëve. Po për atë do të shumë kujdes me pas, apo shumë ndërlikuar në humanizmi. Edhe realisht nuk kisha pas shef të në kohë me mbetone, po deti shtim binar disa sene, që unë kam dëshirë me i fund binar. Pse po e thajmë këta? Se po vërejët që këtë shqiptarë që kanë humanista, për këtë botës pare, sidomos për këtë rast, i kanë dhënë vule. E kanë ndërru realisht dhe emë në Nën Terezës, se kanë shkruar gazetat gjermane, s'di sa e një të informuar. A kanë shkruar gazetat? Po, gazetat gjermane kanë thonë si që është në mundë, kjo ka që shpet më bo, më mobilizu populata për një rast. Pse të funksionon, po më nej, pse se ka plot njerëz që ndoshta kanë qëllim për më bë mirë, po është pak problem, unë të folëm edhe më herët, më udhëros më kesh dhënë kërkush kur gjë hiç. E ti kimia jote me se ke provu. Me like. Provu aty. Vllai kanë në Facebook që atë mujna me marr. Po me like-at janë të mirë se po marrë për çka. Ti edhe me like-a je mirë, se posh postimin e fundit 30.000-shin. Çfarë miku jam? Shumë herë më kanë shkruar, nuk bën kështu se lejon feja, nuk e lejon Zoti Allahu që thonë shumica, nuk e lejon me po dora djath, dora majt. Mirë, shumë e vërteta. Parët e mia, ku ne jap, si shason baba që ja jap, se si jap llogarit kërkujt. O parët e juve treve, leje dora djath, dora majt. Do të me ditë ka kanë shkuar të parë. Edhe kjo arrit në këtë mënyrë, këtë sinqeritet, po lidhë me pyetjen e Leonardit që tha, po thonë pe ban parfume për ato. Do të thonë, nëse unë parfum pe bëjsha, pse po tanki popull pra pi besoj kanë një adresës. Hande labit ju po çani adresës. Kjo nuk është parfum. Unë si një kërkona për Evropë, për shembull juve travioni. Po folim kështu shoqërisht, por na për Evropë, na për diasporë kudo tjetër, nuk më imi bleta me para çfarë në adresë tem se ç'është këtu për kam parfum. Jo një besim ekziston aty. Plus me fëmijë nuk komet me bë fam, me fëmijë me lumë atë ndjenja. Hade kisha bënë ai farasti për ne. Si më thon, me gjë me kulturë, se diçka me humanizëm nuk shans nuk ka. Edhe pse u i mbok është përdorime shumë. Ma herë në rastin në këtë lami. Lab, me kalu tek një tem tjetër, për Bexhet Pacolli, një pashmangshëm, kur u njohët me ta? Bexhetin më njohët i ka 10 vite. I më shumë i ka. Keni bajt kontakt apo këtë kohën e fundit keni fillu me po interesat për kontaktin bashkë? fushatën e fundit i kom punu kur e kishte para se po më në fakt kur është themelu akarea. Kam qenë fushat kam kënduar në të kohë. Animon Bexhetin në çdo organizime tuaja financiare? Ferizaj edhe tër Kosovën afro 80.000 euro ka shpenzuar për rastin e Bajramit të Madh. Unë Ferizaj 1.000 pako i kom shpërnda për buxhetit, për fondacionin Bexhet Pacolli. Apo? Po shumë rastëm nikon. Po tash shumë i thamë unë, qërë që to do të miqit do para, se janë parët e mia. Bexheti ka fitu vetë. Për shembull ti s'ki drejt, po s'ki rrepsisht drejt, as unë, ty as kërkujt, mi thonë, që ti do pare për një familje, ti vetë do të më të shku mendje. Por, pa dyshim që ai nuk e lërën. Pra në të rastës e smundjeve kur ka... Gjitha. Po më ne, unë jam pak i ri, jam për me një historinë e Bexhet Pacollit. Je dhe zyrtarisht pjesë akërës? Po, jam zyrtarisht. Sepse nuk më lanë shumë hapësirë të tjerët me që janë pjesë e tyre. A ka ndryshu njerëz tash raport me ju pasi jeni antarësu në parti politike? Disa po, por jo shumë. E rëndësishme është popullata, mos më ndryshu me mua. Shka synon me arrit përmes AKR-s? Gjithçka. Kandidat, fillimisht kandidat të AKR-s për kryetar të Ferizajt. Po, marrëveshjen e kemi pas, edhe e kemi, është. Të më thonë që unë kom hinë në AKR, të pas parasysh që partit tjera politike të cilat i kam edhe mes disa persona, i kanë kryetarët e vetë për të nominuar për zgjedhjet lokale për vim. Po, që janë vitin e ardhshëm. Unë s'kam pas me atë. Se s'mund të shkoj me këtë bagazh edhe të bëhem vetëm antar i partisë, sepse unë jam person i terrenit, unë du
si thash më herët kur ne si ministër, kam qef me pastru, dalë edhe vetë, dhe nëse bën kryetarëve, çfarë do që të bën? Pra ke ndonë mendën me kandidu për Ferizaj. Fillimisht Ferizaj, Edhe e din që duhet pastaj me për bëni kryeministër, një pastaj projekt. për president, për krejt. Fillimisht këtu, do me thonë, e din që duhet me ja bëni një projekt, një ofertë qytetarëve të Ata e Ferizaj. dinë, valla. E dinë. Edhe mas që më fut shkenca politike, si shkolla e tregon vetë se në përdu mas muzikës që të punë me bo. Po, Pra ti politike, përdë më hek dorë me muzikës. po, nëse zgjidhen si kryetar. Nëse zgjedhë sekretar. A ki me vazhdu me këndu rastësisht edhe kur Këndoj... për qëllimi përfitimi? Për ditë komuniste. Jo, zote në rojtë. Po më nejmë dasma me shku Jo, sekretarët. s'ka mundësi, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Këtë dinë që 2017, unë marë mrami matutje, mujnë e barë si të futemi në, ose në fakt dhe në shtator vitit tashëm, 2017, unë tani përfundoj. Po se në ndorë janë zgjedhjet lokale. Na kena batir në herë privatisht më kënu. Po privatisht po, pa këtu kam janë zgjidhën bo zi këtu se s'po di ku kom hira dhe po. E qysh është disponimi qytetarëve? Pra shiko se tashi Po më duket që u frigut, pa kjo që thash kryeministër, president. Jo, mos dyshoni se Na- edhe ato do t'i rri. Na jo, Po po s'ke përshme, se ku të fillon një parti politike, po, si po, të na po më frikëzon ata që janë pozita. Jo, ata s'friksohen dhe kanë punë mirë. Problemi Po është çfarë? Ku pishe mirë? mirë se Dhe ka- në me gazet e sjellës. Ka ambicie edhe këtu. Po ambicie po ma merr ne. Ne verat respekt ka qenë edhe deputet. Edhe i du personat që ngritin zonin. Po, edhe ti ke qenë në atë aspektin e zhurshëm, ke qenë atje në parlament, do duhet me qenë. Kthejmë edhe te Ferizaj. Pra u futën në AKR para se te më mend edhe një takim e ke pas me zotin Ramush Haradinaj. Po, me Ramushin kena bisedu. Po, A keni bisedu kam dashur, për- po. me Ramushin jo, po me strukturën në Ferizaj jemi marrë vesh, mirë, po unë ju kam treguar se unë du vetëm të kandidoj për kryetar. Pa marrësisht nëse LDK, PDK dhe AK. AK. Po. Por për deputet nuk jam, se s'më me nejt në karrib deputet atje, edhe me ardh Basa Kadri. Kadri ose dikush tjetër Manuel Zonin mua, sepse do të më ditë që më kom këtu tani edhe në Manuel Zonin atë me 3 minuta më fol smojën në 3 minuta, më fol më xhat. Po me shaka po e them respekt për gjithë ata. Realisht nuk jam për deputet. Jo, për kryetar. Kryetar po. Po kam pasur. Për i partive tjera, po, do ke për pas deputet. A për deputet. Deputet po. E pse tjerë me ne kjo AK që gjon më të mirë dikan për kryetar të mundës. Nuk duhet futu më në ata. Mundsi. Edhe me buxhetin çysh rovën dakordim me. Buxhetin ka ftuar për të taku. Edhe kom menduar që për në rast ashtu humanitare diçka. Kur tema ishte çështu, po kam dëshirë. E ka pas që mirë pak janë në Amerikë atje, të ma boni ofertë. Edhe e kam menuar shumë logjikshëm që për Ferizaj ndoshta mund me bë me lopën, po i kam treguar atinën, edhe i thamë edhe sot që si Ferizaj vlen më shumë se bezeti e se familja jem, e se partije, se çdo kusht tjetër. Synimi jem është që normalisht përmes partisë u realizu ato që unë du. A kime qenë edhe në strukturë ato kërës pozita drejtuese? Në kryetare ose diçka ose Është diskutuar. është diskutuar. Po me kohë vinë ato. Me kohë vinë ato. Se për momentin jam koordinatori i degës në Ferizaj. Koordinatori i degës. Po tash formohem. AKR-ja ka qenë mirë në Ferizaj në zgjedhjet e para, ka Po, pas ka pas. bukur një shtrirje ka pas. ka qenë Mos gabofsha 15% diku deri 20, ndoshta ka qenë. Po ka qenë edhe kryetari Ibrahim Miseni, ka qenë shumë punëtor. Po. Pastaj një tjetër u dal në AK, mos gabofsha ose Në Inferati. Në Inferati. Po. I kam përcjell ato. Apo i bjen që jetë për cilë punën e zotit Sfarë, se çka po punohet Ferizaj, a je i knaqën aty çka po bëhet? Jam shumë i kënaqur. Jam shumë i kënaqur se votust do të më ditë apo punon as po punon, unë s'më më mësues varshëm me punu. Se jam në atë Ja, po punon. klas. Është punu. Është punu. Është punu, po jo ndoshta sa duhet. Gjë më shumë që më mbren është puna e pastërtisë. Pro cili është projekti yt për Ferizajin? Çka dita? Akoma që kam bërë programin ato. Po parimisht, pra se te jetu i menu për këtë gjë. Nuk merresh vetëm me çështje të humanitare. Jo, patyshim. Mbeli kur të futem, po mënoj nëse vjet dita, unë do të lëboj atë ndërkombëtar që të marr fondacione vetëm të bëj zgjedhjen atë punën e humanizmit. Se si individ smuj lodhem dikur. Po kur kam strukturën, kur kam ekipën, do të punoj më shumë. Malete i bën ato gjëra. Gjitha. Po gjëja më e parë që është pastërtia. Unë shem du këtë mirë Ferizaj, siç ka qenë shumë herë.
Po dhe veç, tash nësi qytetarë, unë në Ferizaj më shku ko pas ko. Ferizaj është veni mirë për më Është pak shku. mangësi e sportit e kulturës. Sidomos, kështu si jashtë, nuk ka nëjë regull as Prishtina, për Ferizaj dyqysh kur hinë Ferizaj, është një rrugë e dendën me ndërtime kështu jo shumë të regullta, edhe pse shihet që ka kapacitet financiar, Ferizaj ka ma shumë se ndoshta si këtë komuna tjera. Mirë, po mungon një farë regulli, mungon një farë, është pak një... Për ashtu du të me rënu kretë, me maru të Po dhe po di tash ti, pra pastërtia, pas pastërtisa keme në udhë diçka tjetër, qysh e sheti në ndratuja Ferizajnë? Ndërtimet që janë ilegale, pa dëshim që si lejaj, me prish ambientin e qytetja. Jo. Vendet që janë për turizëm, edhe që kanë qenë, shamull do t'i shëndroj për turizëm tarë, do t'i bëje. Ndryshime rënjësorë, miku jam. Do të vjene, po në s'kam dëshim me folë, me përmëtu parë dhe tjetë. E tash je koordinatori degës dhe po merresh me nëndegë të... Po, deri tash në formu gati 15 nëndegë, do vene që s'ka pas në disa fshatra, kom arrit me kriju nëndegë, edhe është interesimi shumë i madhë. Po, i qytetarëve. Pikrisht për shkak të interesimit, AKR-ja ka pas një rezultat jo të mirë në zgjedhjet e fundit, nuk ka arrit me kalu pragun zgjedhor. Kjo ka bërë që mos nej dekt mu shthur, ndoshta në shumë komuna. A vren në entuziazëm në Ferizaj që mundet mu rikthy elektoratit tek AKR-ja? Sa do që të është imazhi i AKR-s në Ferizaj edhe i labinotit, s'mundën vetëm këta emra me ngrit nëse s'punën ekipa. Unë i du punën ekipore, njerëzve, strukturave. Normalisht në për parti diqysh si kërë bo biznis kjo punë, dhe të bëkshyrë me interes. O lobin ndoshta ka budget, o bezet pacolli ka budget financiar, shajnë. Ashtu nuk futën njëri në parti. Edhe njëri për me marë pozita do të me vlerë nëse ka dhe me veprime që ka bo. Edhe mendoj që ka më ngrit, po do të punojmë me uponë, me kohë. Bezet Pacolli ka premtu nduket këtë tavolin herë në fundit që do t'i merë 20% zgjedhjeve. Ma shumë mendoj. Në rënë Kosovës. A i ka thonë se unë jam ma online me njerëzë, ma shumë. Po Bezet Pacolli, ndoshta se ka kalu pragën, ka qenë shumë i sinqertë. Unë jam edhe i sinqertë, po jam edhe një pjesë tjetër. Ta deni, po mënoj di kush është të punu, hakikatë dhe di kush është të punu. Se gjatë jetëm ka më me këtë përvojë. A kime punu me zotin Pacolli edhe në degë tjera? Kemi ndihmuar në komuna tjera? Në zakonisht shkuj me ata persona që janë për degë tjera. A këtë koncertin e me në bërë që e pat në bërë të vitin? Jo, nuk isha. Pse? Isha në Turki. A i ka thirë komplet edhe në të fest? Bezeti e din që unë nuk mëj me kënu më për ta. As kënën më? A me punu mëj për ta. Mosa ke bukur e modhe e njëzve? Shumë, respekt. Shumë e modhe. Edhe është qka është interesant që... Pak e habitshme kënë, fakt. Realisht nuk ka baj shumë për ditëlindjet. Ti jemi jatë. Unë mendoj, nëse dhe ka... Jo, fushatës. Çfarë fushatës? Do të testi për krajës. 3.000 komente i marrë të në shemë të une. Në faqe. Po mund të jenë 30, ndoshta se esin votën nesër. Po una votës është e çuditshme, mund ndosë familjarë të votojnë. Mirë që po thotë se politikanë nuk e kanë ditë tonë. Zgjedhjet e fundit i kanë marrë llojkat për vota. Po çepse, a janë 2000 persona, kur baj thirrje për me pastru, as 4 vetë nuk dalin. Edhe unë i marr ata persona që rrinë te xhamia ata shok, që i kam shok po i quaj, e marr edhe i paguaj me para të mia. Dhe çka dashëm, tash po e bëj pak si publik, dal në Facebook tham, kanë dalë vullnetarisht kanë punu këta. Po ato e bëj për me motivu burr. E kjo është esenca që nuk dalin, ose dalin në grupeqaret që organizojnë që 2 vite. Shembull, dalin 5-6 persona, po nuk dalin një qenë që kam nevojë shumë une. Se me këtë punë të mira, me momente që ki njerëz ekip, atëherë shpëndohen punët. A kone i plan tash prap me AKR-n, a keni më bërë diçka të ngjashëm se plan të Bezeti që të Bezeti? Në fakt më ka thonë për 1-2-3 vende kështu me i bo, por nuk e di se ku me ndona i me. Po me ndaj si për në Ferizaj nështë s'ka nevoj shumë. Në fakt nështë s'ki nevoj ti se Bezeti ka nevoj. Se aj... Tjemi të kjartë. Bezeti, po mënoj për Bezetin kam një respekt veçantë, se unë ndërlidhe dhe punë e humanizmit, edhe është shumë i sinqertë. Aj person. Me një nga afër është shumë person tjetër. Kjo më ka ndërlidhë më shumë, po këto fjallë që i flasë në tavolinë, pa marrë që cilën parti, kisha me qenë, i kisha folë të njëjtat. Për të cilën parti. Pse
se interesi jam është me punu për Ferizaj. Dhe çdo kryetar, çdo deputet, çdo politikan që del me kërku votën e qytetarët, ai thot do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë, do ta bëjmë këtë. Edhe unë nesër do të them do ta bëj këtë, por do të me argumentu që kam. Vegjeti s'ka pas fat ko pas kohë me rekrutimet edhe a ka mundësi që mos i zgjedhësh pastaj mundo me okërën? Nuk ka mundësi vetëm nëse Begjeti del jashtë kornizave që kena marrëveshjet. Terezi jam është shumë i qartë, ta e din që unë jam të dashtë historia Kosovë sa dush, po në imazh du ta zgjas historinë e këtij vendi. Të nis pe qytetit tem. Kalojmë në temë tjetër, se tash nimet fushat uja bukur gjana, fillu me humanizëm, kalojmë politikë, edhe këthejmë të ajo... Apo duket tash në ekipe jemi në aspektin e humanizmit. Apo është sekreti humanizmi, sa shumë folëm pas ka shumë vend për humanizëm. Qëre, kena raportu për humanizmin tash, kena me raportu edhe ma shumë. Ti jesh i sigurt? Respekt familjes. Kime pas mbështetjen tonë me website edhe me... Ndërë tonë kisha më lut të gjithë ata që mundohen me i përhran këtë punë. Të gjithë ata. Edhe në çdo punë e mirë që është për vendin. Kjo është në vitë gjitha. E i rasti, më falë se në pyetje, do është me bota në të lidhë me... Jo, do është me dalë pak të zhvillimet në stradë edhe në skenën tonë muzikore. Nuk shquhet për nej edhe fusha tjera, nuk ka nej dashurit madhe, po as në stradë për mduket edhe në skenën muzikore nuk përshijet nej dashurie madhe, bani vum ditëve të funit një ngjarje, saktësisht e hoteli Begjet Pacollit, te Swiss Diamond. Begjet, ne jena pike 5 si e stratë. Në veç, emnin e kemi e stratë, që quemi, po realisht punojmë se cili individual. Por të bëhe stratë du të më konë shoqata, do këta shoqata pas funksionon. Me punu në regu, po mos më rejnë në mëzveti. Tash s'pedi, po duket vendi si me qenë do vendet të mloja që s'mirët vesh e rehnia. A jenë që ka s'mloja armisi. A jenë që ka strima. Nuk e di jetën e atyre kolegëve që më vje shumë kesë, dhe për nojzën edhe për kozmarën. Ko pas ko ndohë Me ata që s'shajnë. Me ata që s'shajnë. I vetë mire perës që kom bo me 2 tonin, Ferizaj. Kam që i kam. Solucion, pa keq kuptime, po këti kam mesi, kam shok, jarana. Kam shumë raportet mira. Edhe me këta 2 shokët që kanë pas të lashe. Për çka po kanë të lashe, a din që kjo për mu metet një Se po vetë, ti kur i kini milion shikus aty në Jo, fazë. unë nuk e di, shiko. Po vetë mu, po ti di ma mirë zonë, bu. Unë e shkrova... Ju i bali ato shkrime tjera. Unë e shkrova... Ata gjoja është të tyne, gangsterizmi i tyne dhe me thonë, a bohet veç për famë, si pas teja, apo... Nuk isha me pasë që e bo për famë, kjo është absurde. Se me bo famë me skandale, me qku jeta me skandale, kur pa është ju jetën e një artisti shemë, kur pa konë rahat, ajo është absurde. Pa bojnë këngëtar krejt Altia me vetë, ishtu për më gjujt, apo... Altia ke nështë ta bojnë me vetë, unë për vetë e pësedoj, për ka me le, po në nuk dalë me gjujnë në mas të njerëzve të. Ti zhujnë e përdarsë më. Da, është me gjujnë, po. Jo, ajo që s'po mëj me kuptuën është dëshira mu dok ma shumë gangster sa këngëtar. Tekstit, kërësisht tekstit. Po ndashta, qërë tash, puna e muzikës rap, nuk ka qenë të shqiptarë si me thonë me gjenesë që kjo e ka njësë para 200 vjetër. është të rengë për shqiptarë. Po ta është të zhvillu ma shumë rinia sotit kanë arritët normalisht dhe falë lirisë të Kosovës dhe vendit me shikua muzikën tjetër edhe me importu, është importu shumë ma shumë se sa në muzikë që është shumë me vlera. Edhe ta është ka marra vas të madhe kjo zhanër, dhe urej që të shkoj, saj që është jetë gjatësi kjo, këti lojtë muzikët. Veç mu paguën shumë edhe këta, me gjasë. Disa po paguën. Reperat. Disa po. Playback, do të që po. Disa. Ka dhe pra tyne që kënojnë kështu live, ka rastë. Kjo shëndru në fakt në biznes shumë profitabil çështja e këngëtarëve, sidomos vjetëve të fundit. Për shembull ka këngëtarë që arrin mi marrë ndoshta në sezon të verës rreth gjysmë milioni euro. Ja, është rënk. Nuk i Një marrë. këngëtar, shansë në ka, të garantoj. Në fakt, Mos po thëmë se shemë një këngëtare me i pagun, se kisha me thonë, kur krejt paguin të atim, sa do të me pagu për një shtetë, si që është Gjermania, si që është tatime, ata nuk po paguin tatime. Ka kërë që paguin këtë vunë e paguin. Kjo diskutohet vazhdimisht. Mirë po, gjysë milioni shansë në ka. Ta garantoj me jetë që s'ka shansë. sa shkojnë 20 këngëtarë mu po bashkë gjysë milioni se një baj. Ka në është 3-4 që janë emra bashkë mujnë një bo. Pse s'mujnë? Që kanë orkestrë burë. Kanë shpenzime, kanë tjera, kanë
për familje shpenzime. Kanë vetëm CD-n me veti, nuk kanë orkestër, në CD-n edhe në rregull. Sabri Fizullahu kënon mbi këngë, live kënon Sabri Fizullahu. Kush mundet me dëgju mirë, Sabri Fizullahu, Gili, këta që kanë ma përvojë më të madhe, kënojnë mbi CD kënojnë. Mbi CD. Po, ju garantoj. Kush është këngëtari që fiton më shumë ti? Këngëtari më shumë ti? Po. Rita Ora. Jo, për Rita Ora mi për. Po, ambasadore keni bo ambasadore, Dua Lipa. Dua Lipa. Ambasadore, tash na po kënojnë këtu, po na dhe po hargjojnë këtu burë. Sfitojnë asë njoni mas po shumë. ka shpenzime. Shumë. Jo, po. Konë prej këngëtarëve lab këtu në Kosovë, ku cilit pëlqen më shumë? Në Kosovë, unë i du realisht balada, të është Ramadan Krasniqi. Së më një kënu kërkosh tjetër. Kongë që i ka shumë të mira. Është njëri në 25 vjetë karrierë që i ka i madhe Sabri Fizullahu dhe kërë kam hapë lokalin Ferizaj, i kam qitë Ibrahim Tallises, Michael Jacksonin, Nezmi Pagarushën, Faruk Begollin, po, edhe Sabri Fizullahu se kam da për ikonave të botës. Së është ikon, ajo është gjallë, kush që ja di vlerën, unë ja di vlerën. 45 vjetë ka dhonë i mashtë kulturës. S'plakët, isha Allah i mërko sot dush. E këngët e ti më bulqenë, sepse e rukë në 3 zhambre. S'ba vitë se këtu se nga pak populore. Për më komercial pak, duhet për publik për. I vendë, ma herë diskutunë, ka rase që edhe vlau stimon fëmit mo. Do të me kaluën, do të me këshyrë, është luft për eksistencë. Ose sot, disa rase, unë nuk pajtohë me shumë kolege, që për thëmë, pse, se po bojnë klipe për mu shiku. Po vlerë këtu, edhe me dhamë për vlerë, zoni me u dëgjunë se dhe na im garantum që shumicën, që ta është për momente si dëgjën kërkush, veç me i këshyrë. Do më thonë, ashtë nuk mundë se dikur plakëm edhe unë dhe mos ki vlerë asë më u shiku. Për tatimet, a i krynë obligimet dhe ishte? 2005 i krynë. Pe 2005. Po. Edhe si që di, jam dërtparë që i tatime. Administratat tatimore për hetën që ta shkove të fundit, sidomos i ka thirë të kolegë tu edhe prokuroria për merët. Po, edhe ne, edhe mu më kanë thirë. Edhe ty të kanë thirë. Nuk i punë me inspektora, pra mësë nëse i krynë. Ja, s'ka du. E din ata shumë saksisht. Nëse nuk gaboj, janë deklaru si më i madhë. Mbi 700.000 kom deklaru për 2005. Mbi 700.000. Po, ku kanë qenë ato letrat e kaltërta vetë që i kena shkru, po më lejnë administrat. Prej atë herët unë kam dëshmi. Sa i ke fshi? Kom fshi shumë. Kom fshi shumë, vese. Dine që kom pasdojnë me një video, thash unë e jap krejt këtë pasuri që kam sot, edhe jap pasurin të. Por këtë vend, jo por administrat. E jashtë, apo shkoni ma shumë, a ma shumë rena? Peshtatorët fillojmë jashtë. Kari gusht jemi, qërshoj jemi në për Ulqin, Shqipëri, Kosovë. Tash në faktisht Shqipëri është qelë tereni shumë e madhë se dhe në Sarrot dhe Armia nej. Dikur në Ulqin i kena pas vetëm një terasë që kena kënu, edhe në Kosovë. Kolegër, Royal. Apo të merku shumë tash kjo aspekti, apo ta zbret hisën e punës, aspekti humanitare dhe këto... Po. Po të dëmëtën financiarisht? Po, më dëmëtën shumë rastë. Qëre, e këto po lidhëm. Okej. Imaginoni sa njeri shkruun dhe kontribon kënej, po ka rastë, ndoshta që si kam salas 200 veta. Aja të banë pak me di që jetë të shku të u dëmtuën si jamën, se fokuson njëzë të këqy me një profil tjetër. E realisht, ndoshta vetëm shka shkoj të dëmtu vetëm, po nuk e kam dertat punë fara, se kam nis një punë qartësu me një fjallë duhet bëhem një farë shëptori këti veni, se populata më ka pasunu. Okej. Lap, fandeje që keme në komitet. Fandeje dhe ju. Fandeje, nëtësi, fandeje shumë. Shikull ndëruar me në ishte Lavina Tahiri, humanist, politikan, këngëtar. Shimi javë nashme.